Miq të emisionit Koha Shtesë, sot jemi me lojtarin të cilin të gjithë e doni, sot jemi me futbollistin i cili ka ngritur në këmbë Errol Albanian, i cili po kthen atë vibe-in e Armando Broja së dikurshëm. Po shikonim ndeshjet me Anglinë dhe jo vetëm tifozët, por edhe Silvinho në një moment të minutës së parë apo minutës së dytë kur Arber Hoxha kapi topin me këmbë, u çua pesh duke pritur shpërthimin e Arber Hoxhës. Sa të gjithë kemi mësuar me shpërthimet e tij, me spektaklin e tij, me driblimet e tij, dhe Arber Hoxha po kalon një formë fantastike jo vetëm në kombëtare, por edhe në klub. Sot jemi pikërisht një intervistë ndryshe, një intervistë me futbollistin e momentit të Shqipëria, Arber Hoxha. Përshëndetje dhe duam që të delegojmë, si më thënë, dhe gjithë dashurinë e shqiptarëve që është për ty. Përshëndetje Claudio, kënaqësia ime. Tem në emisionin tuaj. Shumë faleminderit Arber. Arber, ti ishe njeriu i cili ngriti pesh tifozët e Shqipërisë edhe në Europianin e Gjermanisë. Më pas kishe disa luhate në performancët tënde dhe kthehesh po prapë në një super formë, ndoshta në një formë më të mirë se çka i qenë në Europianin e Gjermanisë. Por ty ka pasur pa kritika edhe në ato kohë ku thuaj që Arber Hoxha ndoshta nuk mund të nxjerrë më shumë se 45 minuta të nivelit lart. Por prova e fundit me Anglinë dhe gjithë këto performanca fantastike që ti ke zhvilluar, i ke heshtur dhe këto kritika, sepse ke nxjerrë një 75 minutë brillant me Anglinë të një niveli shumë të lartë, por të nxjerrësh 75 minuta nivelit të lartë me Anglinë do të thotë që në kundër një ekipi tjetër si të kesh nxjerrë 120 apo më shumë minuta. Çfarë ka ndryshuar te Arber Hoxha? Gjithë njerëzit pyesin dhe duan të dinë, është pjesa e stërvitjes, është pjesa e vetbesimit? Po ishte normal, ishte një kohë e vështirë e periudhë. Mas Evropianit mendova që gjithçka do të shkonte mirë, po ndodhi e papritura, pra nuk kisha minutazh të mjaftueshme te klubi, edhe normal në atë moment që skiti minutazhin e duar, domethënë që nuk i kontinuitet në ndeshje, ti nuk mundesh me lut 90 minuta, pra kur të japet mundësia, pra sidomos në kombëtare. Gjithmonë një minutë domethënë kombëtare sa minuta që ti kem, me jap maksimumin gjithë, po kur nuk lund te ekipi yt, gjithmonë je domethënë mbrapa me 1-1. E tash kam arrit një formë shumë mirë me klubin. Shqyr Zoti po vazhdoj shumë mirë, shpresoj që me vazhdu kështu edhe minimum kombëtarës normal që shpresojmë që me po mrekullin në mars dhe të arrijm të pamundën me kualifikimin botror. Pra nuk është se te Arber Hoxha ka ndryshuar diçka në Serbia. Serbia vazhdon po prapë e njëjta si më parë, po thjesht është minutazhet e klubit që ti ke më shumë minuta tani. Besoj që unë po gjithmonë punoj të njëjtën mënyrë, gjithmonë punoj domethënë i drejtim, mundohem të jem maksimalisht profesionist, të pushoj, të bëj gjumin e mirë, stërvitjet normal, si shkotohet me dhoni 100% në gjithë, po mendoj që ndeshja është ndryshe me stërvitjet domethënë. Ti mundesh me stërvit 2-3 herë në vite, po sikur ndeshja që të përgatit, sikur loja që të përgatit domethënë për nivel, nuk besoj që të përgatit diçka tjetër. Arber, unë dala pak të hyre tek prezantimin dhe te ai detaj ku Silvinho në minutën e dytë apo të tretë mos gaboj kundër Anglisë, si sa pa more topin, Silvinho ishte në këmbë, po i dhe i pupthi duke pritur atë shpërthimin të në krah me njerë. A nuk ishe frikë nga emrat e Anglisë, John Stones, Bellingham, duan të kuptojmë pa karakteri jotë? Jo, asnjëherë nuk e mendoj domethënë që kush ka me kom për ball ose kundër kujt ka me lut. Gjithmonë domethënë motivon, sidomos kur lund me një nivel të lartë, me një nivel të lartë, siç është Anglia, domethënë edhe ato janë cilësitë e mia, domethënë si të kam topin 1-1, domethënë që të marr përsipër përpara, jo të kthej topin mbras. Domethënë kjo është një prej aftësive të mia, pra driblingi, me shku gjithmonë përpara dhe me rreziku portën e kundërshtarit. Edhe besoj që gjithmonë më vart edhe konfidenca, pra tani jam në një konfidencë shumë të lartë, edhe nuk vjen shprehje që me kthy ai top mbrapa, besoj që çdo top marr edhe iku në portën e kundërshtarit. Ndërkohë, ajo video e cila po bëhet virale në rrjetet sociale është ai driblimi jot kundër Bellinghamit, ajo lëvizje në kundërkohë që nxjerr në kundërkohë Bellingamin dhe stadiumi i cili ngrihet në këmbë e pesë që po lihe mbrapa në ato moment. Po, por kur e mora topin afër 6 meshit tonë, mora topin edhe pash që kishte hapësirë të madhe dhe vrapova me top për rreth 50 metra. Po në atë moment e pash që po më vinë dy lojtarë, pra një prej tyre ishte pra Bellingham, edhe u mundova që mas pore mos me hub topin, gjëja që është më e rëndësishme për ekipin. Edhe pastaj e pava që muj me bëhat dribling edhe shkova deri në fund. Të komplimentoj në një lojtar i Anglisë pas ndeshjes për ndeshjen e bërë? Jo, s'kom fol shumë me lojtar për pas ndeshjes, kom fol me lojtarët e mi, domethënë. Po. Komplimenti bër? Jo, nuk se unë s'kom qef domethënë me fol për veten, atë kështu me
Po është Do thonë që pjesa e karakterit. bona Bellinghamit ose diçka, po besoj që bënën mirë çunat të gjithë, domethënë nga minuta e parë besoj që kemi bënë një ndeshje. Mendoj që prej se jam në kombëtare, një prej ndeshjeve më të mira që kombëtare ka bosh, mendoj deri në minutën e 75. Pastaj kur Anglia shënon është shumë problem sepse kanë kualitet, kanë përgatitje fizike dhe shumë vështirë me shku, domethënë me arrit te porta atyre. Po, por ata minuta, për 75 minuta deri te goli, besoj që ne i kishim rastet. Ata kishin posedimin, kishin lojën man kontrolla, më rastet i kishim ne. Nuk arritëm me konkretizuar dhe mu më dha më i fakti që hupat rastin kur ma japi Bajrami. Ishin emocione, nuk zgjodhe goditjen e dur apo ishte presione, sepse nuk ishte edhe Jo. rasti i pasur sa duket, sepse kishte edhe një mbrojtës po të vinë nga mbrapa, se kishte Jo, isha i koncentruar te topi, por u mënova domethënë që me gjujt në kontin e parë për tjerë, pra, po nuk arrita me kap një topin edhe e kuptoj. Janë raste që ndodhin fatkeqësisht u humb, por urojmë që të jetë kundër Polonisë ai goli jot. Dhe Arber ne gjithmonë kemi bërë të diskutimin që kombëtarja ta jep një dorë goxha të madhe. Edhe trajneri i Rangers tha se kishte parë në Bajramin në mënyrën se si performoi kundër Anglisë dhe pas 4 javësh pasi e kishte lënë jashtë ekipit, në Bajrami mori minutat e para ditë Rangersit dhe luajti një ndeshje shumë të shkëlqyer. Marrësh kas nga kjo gjë për të pyetur edhe ty që te klubi jot ai kishin parë performancën tënde me Anglinë, kishte vlerësime, domethënë a e ndjekin edhe stafi trajnerit si funksionon? Po, domethënë edhe këtu profesionalizmi është shumë lart, domethënë edhe kur të vi krejt trajnerë, pra në trajnerat e analizave, trajneri i parë, pra gjithmonë thotë që ose kom luajt mirë ose nuk kemi kanë domethënë nivel, po gjithë shikojnë ndeshjet e kombëtarëve, sa ajo nuk vjen shprehje. Se jo vetëm mua, po secili lojtar, pra kemi shumë lojtarë që luajnë në organizacion këtu që përfaqësojnë shtetet e tyre, pra stafi gjithmonë është në ndjekje tonë dhe na tregojnë pra ose kemi bë paraqitje të mirë ose s'kemi luajtur mirë. Pra analiza edhe për pjesën e kombëtarëve, se si luani. Jo, nuk është që bojmë që futem detaje, domethënë, po ndeshjet i shikojnë. Okej. Dhe në kohë në mediat britanike ka qarkulluar lajme se Sheffield United, Hull City dhe disa ekipe tjera angleze janë hedhur në garë tashmë për ty, marrësh klasën nga performanca e fundit që ti ke zhvilluar me Anglinë. A është Anglia një destinacion i joti, a është Anglia një kampionat i joti preferuar? E dim që nuk mund na zbulosh më shumë detaje, por si kampionat, ato pëlqen Anglia? Po normal Anglia, pra është, mendoj që niveli i fundit i futbollit pra është në Angli, me intensitet, me përgatitje, me gjitha, domethënë ata janë me lart se gjitha liga tjera. Po, të shohim, tani kanë firmosur kontratën para 10 ditë me klubin këtu. Klubi ka domethënë drejtat ose me mshit ose me majt, aty vendos klubi. Sa i përket në dy ofertat që i kam parë edhe nëpër media, nuk kam gjuhë domethënë. Nuk kam informacion. Edhe nuk jam interesuar domethënë për momentalisht me pas informacion, jam interesuar me koni fokusuar këtu. Tash kam shumë ndeshje të rëndësishme edhe në Europa League. Luajm për 4 ditë me Lille në Francë, edhe unë do të më arrit me rrit performancat e mia, me rrit kualitetin edhe me vazhdu përpara. E sheh vetëm që mund të përshtatësh kampionatit anglez me stilin të lojës? Po, besoj që po, në bazë të lojës që shluhet atje, domethënë non-stop box to box, në alt poshtë, domethënë nuk është shumë ka intensitet loja, domethënë. Unë e preferoj çast futboll me intensitet, domethënë, kështu që ka aksion anë, aksion kënej. Ndërkohë dje ke shënuar 2 gola kundër Varazdinit dhe i ke mësuar dhe një futbollist i shokut të ekipit shqiponjën. E mësoi vetë apo e tregove ti shqiponjën? Unë këtë djalin pra që ka ardhur nga Spanja tani është për mua shoku im i ngushtë, Sergi Dominguez, pra vjen nga Barcelona, vitin e kaluar ka luajtur 6 ndeshje me ekipin e parë Barcelonës. Pra është dal nga La Masia, është një lojtar domethënë që besoj që gjithë keni janë gjuhë zonin shumë shpejt. Sa i përket Shqiponjës, ai më tha vetë domethënë edhe më ka thonë që çdo ditë domethënë në zhveshtore kur të jap golin e radhës do e bëjmë Shqiponjën bashkë. Si jam shumë i lidhur domethënë me ta. Edhe pastaj te goli i dytë ai më thirri vetë dhe më tha do e bëjmë Shqiponjën apo jo edhe pastaj e bënë. E paska një ndjenjë edhe për Shqipërinë përveç misis tënde. Po gjithmonë thotë që shteti jam i dytë është Shqipëria. Unë vij nga Spanja, por shteti i dytë im është Shqipëria. Po ndikon lidhja e ti me miq shqiptar apo ka letuar më shumë për historinë e Shqipërisë? Jo, u konë edhe një arsye që unë e kam prit shumë mirë domethënë kur ardh.
kur orë në fillim Dinamo, domethënë se është hera por që ka dalë nga shteti i Spanjës. Edhe u konë zor për ta, gjithmonë fillimi është i vështirë, domethënë mu ambientue kështu, i kom nejt shumë ofër, i kom nejt për gjithçka që ka pas nevojë, i kom edhe tash më respekton shumë edhe kam raporte shumë të afërta me ta. Okej, Arber Hoxha, sa herë që ti luan mirë, sa herë që ti bën ato performancat e nivelit të lartë, gjithmonë dalin në dritë ato fjalët e Ismet Munishit për ty, ku ka thënë që është ndoshta lojtari më i mirë në historinë e Shqipërisë për këtë pjesës së lojtarit krah dhe dërgimeve të tij. Sa falendërues je ndaj Ismet Munishit, sa falendërues je ndaj gjithë këshillave që i ka përgatitur si futbollist. Sa përket trajnerit Ismet, gjithmonë ton jetën jam falendërues atina. Ai më ka përkrahur domethënë në momentet të mira, në momentet mira gjithmonë kemi përkrahje nga gjithkush, po në momentet më të këqija kur më thonë gjithmonë u kon ofër me dhe më ka thonë që ti keni kualitet, po nuk e din çfarë kualiteti ki. Në ato domethënë fillimet e mia, edhe unë thësha çapo thot kë a është e vërtetë që ato thon. Ka një herë mërsha domethënë veç është më po rrafsh. Amo jam falendërues ton jetën, ka ndihmuar shumë, edhe është një prej trajnerave që më ka përkrahur më shumë ti edhe nuk ja harroj domethënë. Edhe pse jemi në kontakt domethënë shumë shpesh folim. Edhe sa që ike në Kosovë takoj gjithmonë. Arber, a ke vetë besimin se Shqipëria mund ta mundi Polonin, a ke besimin në vetë se kjo Shqipëri është gati për të mos qenë më ai ekipi i vogël, ai ekipi që na nënvlerësojnë, sepse edhe pas shortit në Poloni kanë qeshur apo e kanë ngërsuar dhe e kanë pritur me shumë entuziazëm faktin që do të luani me Shqipërinë. A do dalin mirë nga kjo guacka e ekipit vogël dhe të tregojmë gjithëve që po ne jemi gati për të bërë një hap shumë të madh nga ç'e mendoni ju? Besoj që kemi kualitet, unë kom cek edhe më herët që grupi është urri çdo ditë, domethënë. Edhe që është më e rëndësishme momentalisht se atmosfera në kombëtare është shumë mirë, domethënë çunat janë perfekt, jemi shumë të lidhur njëri me tjetrën edhe kjo gjë është shumë e rëndësishme për grupin edhe për vazhdimsinë. Unë besoj shumë te grupi, te cilësia e lojtarëve, te atmosfera, te gjithë domethënë te stafi që muj me arrit domethënë me bë ëndrrën në realitet. A ndikoi dhe ajo fitore me Serbinë në transfer për ta bashkuar akoma më shumë për ta kthyer atë magjinë e kombëtare siç ishte dikur në kualifikuesit evropian? Mendon se ishte edhe kjo një faktor? Po, ishte një faktor, po edhe kjo, po besoj që edhe më herët çuna domethënë si djemtë kombëtarës gjithë jemi të lidhur, domethënë gjithë rrim së bashku, kjo është e ceka edhe pak më parë që është shumë e rëndësishme. Domethënë është grup pozitiv edhe servisi mirë, e japë maksimumin gjithë në ndeshje dhe besoj që pastaj rezultatet vinë. Sot 1 apo 2 muaj pas asaj fitore me Serbinë, çfarë të kujtohet? Çfarë mund kujtohesh apo çfarë të vjen ndërmend në kokë një imazh, një sekuencë nga ajo ndeshje kur e mendon prapë se ndeshje, domethënë çfarë të vjen gjëja para në kokë? Goli Manajt, isha në këmp në ato momente se edhe çunat në bankë që ishim e ndjeshim se diçka mundet me ndodhë, dhe ishte fundi i pjesës të parë. Edhe isha në këmp, kur e shënoj gollën më doksi ëndër, edhe vrapova direkt në drejtim tina. Është edhe video kur e godas kështu prej emocioneve e humbem veten gjithë. Edhe besoj që ky ishte momenti më i mirë atje. Do godiste, godinë e dënimit. Po, ai momenti aty, gjithë ishim domethënë në këmp, edhe kur ra golla u humbem. Nuk ishin do emocionet papërshkrueshme. Edhe pastaj në fund. Po. Ma shumë kam festu ma shumë festova kur shënoj Manaj se sa kur shënoj une. Shumë e bukur. Okej, Arber Hoxha, duhet bëjmë edhe një pyetje tjetër. Duhet bëjmë një pyetje sa i përket Armando Brojës, është sigurisht dhe i lojtari i cili ka fituar prej kohësh dashurinë e tifozëve shqiptar, por për fat keq nuk është në ato 100% e tij në ato shpërthimin e tij. Ai shikon si një problem ndoshta të pjesës së vetbesimit për shkak se nuk ka arritur dot që të shënojë për shkak të atyre dëmtimeve kaq të shpeshta, apo është një problem ndoshta edhe fiziku që kërkon atë stërvitjen me kohën për shkak të dëmtimit, sepse edhe ti si çdo lojtar tjetër ke kaluar ato ulje ngritjet e tua dhe mund ta kuptosh rastin në fjalë. Bëhet fjalë për një talent shumë të madh në futbollin shqiptar, por që nuk po vjen ato 100% e tij dhe për të mundur Polonin, ne na duhet një Arber Hoxha në 100%, na duhet një Armando Broja në 100%. Që të bëjmë atë të cilën nëse kemi bërë asnjë histori për shkuar për para mbotëror. Unë kom cek edhe më herë që Broja për kualitet nuk kem ç'a me fol, domethënë është pe lojtar më kualitativ tonë. Edhe për cilësitë e tina nuk e vën dyshim askush. Po edhe unë kom kalu gjitha këto që ai po kalon tani.
Pra besimi është tani kryesor në futboll, pra ai kishte ca lëndime që një pas një që nuk e lejuan që mu kthy sa më mirë në formë për kualitet edhe për kualitet unë mendoj që është lojtar që mundet me luajtë Real Madrid Barcelona, menimi jam, në kualitetin që ka Broja është s'vjen shprehje mu diskutu, po janë domethënë dësane tjera ka njerë që nuk lojnë me ardhë deri në atë nivel që presim në Brojen, pra është lëndimin që ka pas pra, po besoj shumë të Broja që ka mu kthy edhe ka më animu shumë. Ka mu kthy ai Broja tjetër pa në formën më të mirë të mundshme që ka. Pra mund t'i qetësojmë edhe pak tifozët shqiptar që Armando Broja mund të rikthehet si dikur, sepse ka pasur edhe një diskutim nëse mund të kthehet apo jo në formën e dikurshme. Ajo s'diskutohet, pra. Unë sa shkoj në grumullim, pra Broja stërvit shumë mirë, është gjithmonë është një profesionist edhe jap maksimumin gjithë. Edhe besoj që kam marrë momenti që kam shpërthy edhe besoj shumë shpejt. Shpresojmë që në mars. Urojmë shumë, gjithashtu kemi vënë një harmoni shumë të mirë mes te dhe Broja, sidomos ai festimi i golave me Jordanin, kemi qenë gjithmonë aty bashkë me njëri tjetrin dhe kishte një kemi edhe jashtë fushës së Bler, pra jo vetëm në mënyrë se si luanin në fushë, por njëkohësisht edhe në aspektin personal. Si është Armando Broja si futbollist, por si njeri? Po jam shumë i lidhur me ta dhe më lidh që nga evropiani, kaloj shumë mirë me ta, është shumë çon i mirë, është i sinqert, mundesh me fol gjithçka me ta, domethënë hap tema me bëha i gare kështu, edhe kalojmë shumë mirë. Unë kam raporte perfekte me Armandon, si çon domethënë është top. Okej, po raportet e tua me Silvinjon, çfarë kanë ndryshuar apo sa shumë të beson tani Silvinjo? Po trajneri vendos, domethënë se unë e kam cek edhe më herët, nëse unë duhet me lut ose mos me lut, unë e kam cek që sa minuta që ti kem të kontarja, se kam problem ose futna nga banka ose startoj në gjithmonë kam me dhon ata minuta që i kam unë me dhon gjithmonë maksimumin. Besoj që periudhën e fundit jam kon në formë dhe trajneri ka pa dhe më ka jap mundësinë me lut. Dhe më nuk me vë më të mirë gjithmonë. Okej, dhe për ta mbyllur Arbroxha, a shkon kjo Shqipërinë botërore apo jo? Duhet ta presim vizën për Amerikë? Shpresojmë Zotit, po. Inshallah. Okej. Urojmë kështu le të bëhet atëherë. Arbroxha, shumë faleminderit që ishe pjesë e kësaj interviste dhe urojmë më të mirat për ty, do të jemi gjithmonë në ndjekje dhe padyshim që edhe ti na ka kthyer Dinamën e Zagrebit si ishte kombëtare, po do ndjekim çdo fundjavë, çdo mesjavë duke luajtur vetëm për një lojtar. Është shumë e vështirë që të shikosh një ekip vetëm për një lojtar, po ne po e bëjmë. Duke të parë vetëm ty, duke pritur që me zit topi, domethënë duke me zit pritur që topi të shkojë te ty sepse je vetëm me arsye që pse po ndjekim ndeshjen. Faleminderit shumë për krajën për gjithçka. Ju përshëndes, është jemi shumë shpejt. Faleminderit.